nuk di të bëj Molotov. Se don një lloj profesionalizmi dhe ajo pjesa. Molotovi ti nuk e fut në xhep. Ka ca formë se sidomos ke xhepi xhaketës shkon me shifë Molotov me vete që do ta hedhësh. Sikur të ndodhe fshizjan, që do të thotë kjo pjesë është pjesë e organizuar. Dhe në moment që është organizuar, nuk është më organizim qytetar, se pastaj bjen që themi që aty në mes turmës së protestuesve qytetar, ishte një grup i poshtër qytetar që e morën peng protestën dhe e bën dhunshme. Kjo nuk qëndron si logjik. Ata i përgëzoi Berisha për atune, ai e certifikoi si të tillë protestën. Raporti me të vërtetën është ky, që do të thotë opozita krijon një protestë dhunshme dhe opozita e bën për dy arsye. Berisha e bën për dy arsye, se kjo nuk është opozita. Berisha e bën një arsye e parë është për të vazhduar të bërë Ramës freskun e radhës me fjalë që mos vëmendja transformohet vëmendja nga një qeveria që është e korruptuar, nga problemet, nga parlamenti, nga këshilli i mandateve, nga gjykata kushtetuese, kthehemi ke fakta që opozita bën një protestë dhunshme dhe na goditet deputetin Allbati. Këto do jenë temat e ditës për nesër. Se nuk do flasim më për këshillin e mandateve, nuk do flasim më për gjykatën kushtetuese, por do flasim për këto dyja. Ikën dhe ca ditë tjera për të mos u mbledhur këshilli i mandateve. Dhe e dyta që është mendoj objektivi i dytë i Berishës, i dyti dhe i treti, Berisha do të mbajë në një presion ose në një sforco elementet e Partisë Demokratike, në mënyrë që mos shkoj askujt mos i shkoj në përmend me fjalë që të konkurrojë Berishën në zgjedhjet e prillit, që është objektivi i parë i Berishës. Dhe objektivi i dytë është, duke bërë këtë proteste në kohën kur pretendohet që të ketë një bashkim të opozitës. A kjo është interesante se diskutojmë, pra kjo protestë është edhe një mësim për Salianin në një farë mënyrë. Jo vetëm për Salianin. Ose Salianin dhe kushdo që tjetër. Barrikada ke dera më zotëri dashur, barrikëm dhe gjithë PD-ja do rri këtu në sherr sepse më duhet mua, kush nuk është tukë sheshi. Okej. Dhe dashje pa dashje, të gjithë ata që marrin pjesë protestë janë njerëz të dhunshëm si njësoj Sali Berisha, nuk e ndam dot më ti këto gjë. Ti nuk shkon dot mos marrësh pjesë në protestë, je tradhtar që nuk vjen protestë. Por në moment që merr pjesë protesti, i dhunshëm pastaj se edhe ti si pjesa tjetër e protestës. Kjo nuk qëndron se për shembull aty ke demokratë të ndershëm, të cilët kanë 100 arsye për të protestuar. Tani protesta nuk po diskutojmë për individët, dalin dhe protestojnë. Por pa diskutim organizimi. Nuk ka shumë nga ata aty. Po absolutisht është shumica. Këtë po thoya që organizimi që ta mbaroja pak. Kam një pjesë të fundit. Dhe e fundit fare që është objektivi fundit Berishës është që duke në kuadër të këtij forumit për bashkimin e opozitës, krijimin e opozite të përbashkët, po i jep imazhin edhe atij bashkimit. Dhe nuk mund të kesh bashkim ti përveç se në këtë formë opozite ose në të mund të pasaj ti mund të kesh bashkim me Berishën. Ose ti do të detyrohesh të pranosh këtë lloj opozite që bën Berisha në kuadër të bashkimit, ose pastaj ti nuk mund të bashkohesh me Berishën dhe Berisha e ka sabotuar bashkimin e opozitës kundër regjimit të Ramës. Përparim? Po, se tani ka një gjë që ndoshta edhe për publikun. A ka motiv, po themi, për të protestuar në këtë moment? Absolutisht po. A legjitimohet kjo opozitë që të protestojë? Absolutisht po. Madje në gjithë këto skandale, po themi, që ka ndodhur dhe sidomos për sa për këtë rast të Balluku, kjo lloj mbrojtje që po i bëhet fatikisht, kjo lloj mburoje tashmë është bërë, madje edhe në konflikt me institucionet e tjera të këtij vendi, institucionet kushtetuese, unë besoj që ka një motiv të fortë për të protestuar. Tani këtu duhet dallojmë një gjë shumë të rëndësishme. Po kjo protestë që ta bëjmë pak bashkë. Kjo protestë e dhunshme heq vëmendje pikërisht në rastin e Ballukut, thotë. Ta jap të përgjigje. Tani ka një gjë. Nëse ti mbush sheshin, pra si në Serbi, po themi 100.000 veta, 120.000 veta, 80.000 veta, 50.000 veta, nuk e di etj, nuk ke nevojë më për dhunë. Se flet vetë protesta. Ajo është trusnia, është një presion i jashtëzakonshëm. Ja ku janë edhe ka dhe disa që thonë, po jo, po për çfarë do tani, nëse do marrim 20 janar që protestuar për 700.000 euro, këtu po flasim për 50 milion euro.